Përkundër rekomandimit për ndalimin e ujit nga ujësjellsi i qytetit në Struk për të gjitha përdorimet, qytetarët thonë se nuk kanë zgjidhje tjetër. Andaj për mbajtjen e higjienës personale e përdorin ujin. Лична хигиена одржуваме со водата која што ни од чешми. Друго не знам. Свесни ли сте дека тоа може да предизвика понатамошни кожни болести? Па ние сме свесни, ама не знам како да решиме проблемот. Со таа вода се капите истата? Ами со што? Со која друга? Што да правиме? Да сносит некој кривица, немаше вака да биде. Нема никој да сноси. Kohën e fundit e përdorim edhe atë ujë. Mundohemi të gjejmë varianta, por e përdorim atë ujë. Të njëjtën të çeshmës. Përdorim ujin e çeshmës, të njëjtin. Struga ka pasur ujë shumë të pastër. Po momentalisht që kemi ndërgjuar këtu në Struk, punon dikush në krastën e Zagraçanit, dhe aty është bërë diçka. Po çfarë është bërë? Duhet të institucionet të marrin vendime. Se atje është rëmur, është bërë, është me bagera, me kamiona. Se problemi nuk është prej 2 muaj, 3 muaj, problemi është prej verës. Disa thonë se shkojnë deri në ohër të miqt ose të afërmit për t'u larë. Duke u bazuar në rezultatet e fundit nga Qendra e Shëndetit Publik, thonë se ndalesa mbetet në fuqi edhe për disa ditë.